Unë po du me përshëndet një premier që po na vjen në Gjilan, në këto ditë e fundit festive, kur edhe qyteti e ka marrë pamjen me drita të ndezura, me 25 dhjetor, sot jo, nesër jo, të ejtën e kemi premierën e filmit Krejt e Thirrin Regjën. Vjen për herë të parë në Gjilan me datën 25 dhjetor prej orës 20 në teatrin e qytetit. Hyrja kushton 5 euro. E keni të profili zyrtar i teatrit të qytetit edhe numrin e biletaris ku mundeni me siguru biletat. Për ndryshe, Krejt e Thirrin Regjën ka pas prezantime, pjesëmarrje, premiera, vlerësime, shumë festivale brenda edhe jashtë vendit. Tash po na vjen në Gjilan, një film i zhanrit dram edhe komedi i regjisorit Ibër Deari, një film që në thelbe ka temën e emigracionit, edhe flet për fshatrat shqiptare. Krejt ngjarja kryesore zhvillohet në fshatin Sklupova, në Maqedoninë e Veriut, edhe tema është emigracioni, largimet e mëdha që janë bo sidomos prej fshatrave shqiptare, edhe punë të shtëpisë që është dashur të kryen prej dikujt. Në rolin kryesor kemi aktorin Afrim Muçaj, Adriana Matoshi, edhe një aktor i ri që e lund djalin e tyne, emrin s'po ja kujtoj, po loja e tij u vlerësu shumë, ka qenë jashtëzakonshëm në rolin e tij.